postimi i ri, është një angazhim i ri, po si në rast se më quhen nuk është një moment, një hapësirë e re për mua. Unë për shkak të angazhimeve të hershme politike në PD, po dosh që nga lëvizja studentore dhjetore, po pastaj edhe më tej me këto forume trinore, po dhe angazhime tjera kur kam qenë diplomat në Washington, por dhe më tej si deputet në këto për diplomacinë parlamentare në forume. Kam qenë shumë familjar, jam shumë familjar me në të gjitha kohrat me drejtues apo eksponent politik të LDK-s. Unë i njoh thuajse të gjithë miq që nga koha bashkohës të Rrugovës, atë brezin e vjetër të LDK-s, pastaj të grupit e mesëm të politikanëve, i kam miq me forume trinore, jemi bashkëpunuar, sepse PD-ja në Tiranë dhe LDK-ja kanë qenë si një lloj familje e përbashkët politike. Patjetër janë dhe partitë njërit profil, patjetër kanë ndihmuar dhe të qenurit bashkë në EPP, Parti Vullor Evropiane, por dhe komunikimet kanë qenë gjithmonë të afërta. Edhe pse kemi ruajtur gjithmonë një lloj etikete, por për shembull në fushata ka qenë një lloj ndihme reciproke për herë, një lloj mbështetje, kur kanë qenë klima edhe kushtet e mundshme. Kështu që nga ky pikpamje ndihem mirë, do të them fare sinqerisht, ndihem sikur po shkoj të bëj takim me strukturat e PD-s kur në Dibër apo në Shkodër apo në Tropoj për shembull. Nuk kam ndier diferencën e po shkoj në një vend të huaj. Është një vend tim dhe edhe ata me mua pak a shumë. E kam takuar 2 herë, por jo në takime mua. Unë isha një djalë i ri, unë isha forum rinor i PD-s, ishim grup, sigurisht kanë qenë takime edhe me të tjerë, por nëse ka një gjë që mua më ka mbetur në gjëja më spikase ishte ajo forca e qetësisti, ishte një qetësi shumë të fortë. Fjala ishte mbase në atë kohë që unë kam parë në 2 periudha, në çik në iri, pas edhe kur nuk ishte për të mirë me shtet. Fjala i vinte avash për fuqia e heshtjes, e qetësisë, asaj fjala s'mund të lënë jashtëzakonisht impresion. Edhe patjetër ka qenë Rrugova ka qenë frymëzim, është frymëzim, pak është partia e parë antikomuniste në Ballkan. Ato 2 gishtat e lëvizjes studentore ti e di kemi qenë, jemi pak a shumë bashkohës në atë kohë. 2 gishtat e lëvizjes studentore ti e kujton se kur u bë realisht simboli i protestës studentëve. Kur u tha Ramizalia, mos keni 2 gishtat lart se na ngatronin ata të Rrugovës. Pra, në pavetëdijshme ka qenë reagimi për refleks ka shija se çfarë tha Ramizalia, po ato bën pastaj simboli 2 gishtave të lëvizjes dhe pastaj mori PD-ja. Kështu që Rrugova dhe LDK ka frymëzuar jo vetëm nga ana intelektuale, nga ana e formësimit, por edhe model politik gjithë djathta në Ballkan, jo vetëm sigurisht Shqipëri, po edhe në Ballkan. Kosova në këtë kohë kaq të paqartë, gati zhvillim aventureske, që fillojnë këto dilema strategjike për shembull. Dëgjoni për Kosovë pa droje fare, që fillon flitet çfarë duhet SBA, me SBA-n pa SBA-n, po çfarë na duhen këta, po çfarë na duhen ata të tjerët. Kupton? Çdo vend nëpër Evropë mund të kenë debate të tilla sot. Mbas edhe nëpër Ballkan. Po përgjithsisht Ballkani stimulojnë këtë fuqi të antivendimore. Po që Kosova të vë në diskutim dilema strategjike, a me SBA-n a pa SBA-n, ta thonë hapur nëpër gjon këtë në Prishtinë, është e pafalshme, është e rrezikshme, sepse këtu nuk është çështje politike, këtu është çështje sigurie. Pa ushtarët amerikan, pa flamurin amerikan në uniformat e KFOR-it, nuk flen gjumë qetë fëmijët e Kosovës. Kështu që mendoj që unë pse në LDK dhe pse në këtë moment, sepse mendoj që Kosova realisht ka nevojë për që të mos humbë rrugën, dhe të mos rrezikojë veten, ka nevojë për forca politike me qartësinë siç e ka patur LDK i Ibrahim Rrugovës dhe rrugovizmi. Pra marrëdhënia me SBA-n e pacënueshme, sistemi demokratik i brendshëm, tu ka njerëz që ai thotë do 80% pushtetit, kupton ti? Unë jam i tmerruar, unë njëri që jam rritur në Shqipërinë e Enver Hoxhës, unë jam i tmerruar kur dëgjoj kurajo publike që në komisë dalit thotë këtë. Do 80%, ose ndryshe krizë mas krizë, do thotë që ty të falimentosh Republikën. E pikërisht mendoj që për këtë moment një njeri i cili unë e besoj thellë që e ardhmja dhe roli dhe situata të jashtëzakonisht rrezikshme që po kalon Ballkani, po dhe Evropa, po dhe kontinenti. Por sidomos çfarë mund të vijë mbrapa,
është jetike të konsolidohet ka ajo rruga Rrugovës, pra njësia me SBA-n dhe ky sistemi demokratik ka realisht i brendshëm. Rrugova fiton nga 7% pushtetin dhe jep të falë të kryeministit në opozitës, që pse? Që të mbante shtetin, sepse shikon të më larg. E kjo rrugë duket sikur po humbet. Mua gjithmonë më ka bezdisur, i kam kuptuar në shumicën e njerëzve, po më ka bezdisur kjo frika që liderët apo njerëzit influent politik, frika artikulimit sa idesë së bashkimit të kombit. Unë nuk jam aventurier, unë e di sepse ndodh, sepse jemi një kombë me dy shtete. Është për shkak të marrëveshjeve ndërkombëtare që kemi bërë një kompromis i madh, nga Rrugova e gjithë tjerë, dy shtete. Dhe ne mund të vazhdojmë të jemi dy shtete pa asnjë problem. Por dy shtete nuk do të thotë që të krijon edhe dy ambiente kombëtare të ndryshme. Shpesh edhe në përplasje. Kam familiaritet me turizma diplomatësh, edhe konfidencialisht po doni nga Washingtoni, por se askush nuk na ka thënë që mbani të ndara ekonomit. Askush nuk na ka thënë që mbani të ndara art, kulturë. Askush nuk na ka thënë që mbani të ndara projektet energjetikës. Apo askush nuk na ka thënë që mbani të ndara po doni edhe projektet e politikës së jashtme, diplomacinë. Apo në mbrojtjen. Askush nuk na ka thënë këtë gjë. Kjo është një ndarje e cila është krijuar krijohet nga leadershipet e para, sepse kanë, pavarësisht se bëjnë patriotët brenda shtëpisë, po sepse kanë patur frikë ta thonë këtë ose ka munguar guximin ta thonë këtë të vërtetë, këtë nevojë të kombit, të gjithë sapësisë shqiptare, që për të qenë zhvilluar, për të patur punë, për të mos na ikur të rinë, duhet krijohet një treg i madh shqiptar në Ballkan. Çfarë pengon të bashkohet ekonomia? Çfarë pengon të mendohet një projekt i përbashkët që të sigurojë energjinë e dy vendeve tona? Çfarë pengon të krijohet një treg i madh shqiptar në Ballkan? Lehtësia për ta bërë këtë me Serbinë apo me tjerë dhe pak forcia pastaj për të refuzuar për ta bërë këtë në hapësirën shqiptare ka munguar, ose unë mendoj që shpesh në Tiranë refuzohet si ide kjo për shkak të një lloj prapamele trashëgimie enveriste komuniste, por është e papranueshme që kjo të ushqehet edhe se si antagoniste në Kosovë apo edhe në viset tonë. Prandaj mendoj që projekti im ka përqen ky sigurisht mbajmë dy shtete, por bashkojmë realisht kombin. Është e pa konceptueshme mos kemi një sistem arsimor të unifikuar, një sistem ekonomik të unifikuar. Nuk na pengon askush këtë, përveç se mizantropia, mendje lehtësia ose frika e leadershipeve për të realizuar këto si projekte. Takojnë qeverisë, produktit zero. Kush e pengon të krijosh një hapësirë të bashkët ekonomike Shqipëri-Kosovë? Që të mos ketë nevojë të merret tregtari në Durrës apo ai në Gjilan të kenë të betejën ekonomike. Apo patatet e Korçës luftojnë me patatet e Gjakovës. Apo sistemi energjetik, është jetik sot, është dhe siguri. Ti mundet të mendojnë që hapësira shqiptare jemi në kufit me njëri tjetrin, dhe mos mendohet të realizojmë këtë gjëra. Dhe nëse kam patur një bas personal timin në kuvend, ose do kem shansin, mundësinë dhe përgjegjësinë të jem, ky do të projekti im i drejt për drejt, të bashkojmë kombin, edhe pse jemi dy shtete. Por kombi duhet bashkuar. Në batë shtetutës Kosovës, sot Kosovë drejtohet nga nuk ka president, ka një ushtruese detyre, e cila ka gati një muaj në zyrë. Kushtetuta e Kosovës nuk e lejon që të ushtrojë funksionin që ushtrues detyre më shumë se 6 muaj. Dhe në rast se ndodh skenari siç zoti Kurti paralajmëroi dje apo pardje, që do të kemi zgjedhje, pastaj zgjedhje, mund skadojnë 6 muaj, dhe pra do duhet të kemi zgjedhje për presidentin, dhe Kosova është në një kolaps të plot kushtetues. Nuk do të ketë më as të drejtën të ushtrojë detyrën presidentit. Pra do të jetë një republikë pa president. Do të jetë një republikë me parlament, me institucione të rrëzuara. Pra do të jetë një republikë e dështuar. E do të jetë ashtu siç e duan serbët. Pra, në rast se më pyet si është Kosova sot Kosova është siç e duan armiqtë e saj. Siç e duan armiqtë e saj. Pa aftësia për të krijuar institucione, pa aftësia për të gjetur përgjegjësim patriotike për të krijuar institucionet, mbytja e kësaj paaftësie nga një ego ekstreme pushteti, kontrolli, nga një epsh gati pushteti, kontrolli, është jashtëzakonisht e rrezikshme. Në rast se pastaj unë kam një tezë të tillë, të gjitha këto epshi apo këto element njerëzor, do thuash produktin politike të rrezikshme apo primitive,
nuk manipulohen nga një inteligjencë më e madhe dhe jashtë Kosovës, që përdor këtë konflikt brenda, duke stimuluar situata sot janë krejt të mundshme, për të patur produktin e çfarë? Për të shpallur Kosovën mbas 4-5 muaj apo 6-5 muaj, Republikat e Shtuar. E ku ka dhurat më të madhe se çdo kënd që vën në diskutim pastaj sovranitetin e Kosovës, integritetin e Kosovës, tërësinë territoriale të Kosovës, shtetësinë e Kosovës. Ku ka dhurat më të madhe se të prodhoi vetë Kosova një pafësi të tillë brendshme, klasa politike të interesit. E ky është rreziku më i madh se sa milionat e eurove që në vend që të bëhen në rruga apo shkolla, shkojnë hidhen që të bëhen flet votimi. Fatmirësisht apo fatkeqësisht nuk e di, por kam qenë dëshmitar i thyerjes, momentit të thyerjes midis Albin Kurtit dhe Vjosës Osmanit. Dëshmitar dhe i bisedimeve, negociatave dhe klimës. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani kishin një marrëdhënie, të themi, me problematikat e tyre gjatë qeverisjes. Dhe në këtë klimë janë bërë zgjedhjet e shkurtit. Deputet të rëndësishëm të vendosjes më kanë thënë që vetëm perceptimi në publik se Albini e Vjosa janë ftohur, në fakt kishte edhe ftojën ato, neve na kushton 7 deri në 8% vota minus elektorati. Në fakt zgjedhjet e shkurtit ishin të 40, plus 1. Ka patur një diskutim politik mes tyre, përveç institucional, politik për tyre mbitarëve, dhe duket se drejtëtorit pati një klimë afrie, ripajtimi. Nëse i kujtohet detajet, Vjosa doli shoqëroi gjatë fushatës në disa raste publike Albin Kurti, dhe dha mesazhi që ka një rregullim të marrëdhënies. Pas zgjedhjeve të dhjetorit, ku menjëherë u reflektua riafrimi të dyve në 51% shëgjimori e Albini, ka bërë një takim tjetër në janar, ku ja them si dëshmitari i gjërave, ku është diskutuar, do vazhdojmë apo jo partneritetin politik. Çfarë plani shkretja Vjosa, çfarë plani shkretja. Dhe fjala Albin Kurtit, dhe këtë garantojmë kush ta doj edhe në mënyrë, jo vetëm me gojë verbale, por edhe shkruar ekziston. Fjala ka qenë që votat, 66 votat e vendosjes janë vota për ty president. I ka thënë të lutem, për kushtet i ka parlamenti, për të mbritur të 80 vota, më duhen 14 vota nga opozita. Këtu i tha, përpiquni ti luftor, ti bindesh njerëzit, ti sigurosh vetë. Dhe ishte krejt kërkesë logjike. Dhe Vjosa, dhe po ta them, po ta fuzë vetëm, po them për të parë. U angazhuam, për shkak të njohjeve me kolegë deputet, u angazhuam të tërë në këtë përpjekje për të komunikuar me këto grupet në opozitë. LDK ishte kryesorja, se ishte grupi familja politike, por edhe me grupe tjera politike. Dhe u arrit që të merrnin garancinë nga LDK se të 15 mandate do të ishin prezent në sallë, nga të cilët 13 do votonin Vjosën pro. 2 mund të abstenonin, ose mund të votonin dhe kundër, por nuk ishte rëndësi nëse vota pro apo kundër. Rëndësi ishte quorumi. Pra 15 garantonte LDK-ja quorumi në sallë. E pas LDK-s, siç e ka pohuar tani më edhe Dauta Radina një intervistë apo të fundit, edhe treqereku i grupit, ose -1 në fakt të aleancës Haradinat, do të ishte në sallë dhe do votonte pro apo kundër për skanci, do bëj quorumi prej që shkonte 15 gati 20. Dhe do të kishte edhe disa deputet individual nga PDK që do të merrnin pjesë në sallë. Ne i dim emrat dhe Albin Kurti di emrat, dhe vetëm 3 ditë. Sigurisht u kënaqem se pra siguruam një lloj me garanci, një lloj pjesëmarrje në sallë, në rast se Albin Kurti duheshin 14, u siguruar gati 22 deri 25 deputet pranishëm. Prej këtyre 2-3 mund votonin kundër, por nuk kishte rëndësi vota kundër, kishte rëndësi prania se ata garantonin quorumin, edhe nëse donin, se pastaj në fund me 61 do zgjidhte president. Dhe pikërisht 3 ditë para mbajtjes së seancës fundit, që vinte afati, ja Vjosa realizon një takim me zotin Kurti, ja komunikon këtë gjë. Dhe po them, të kam unë 10 mesazhe të komunikuar me deputet shumë të rëndësishëm të vendosjes, ku në mesazhe do them, shiko, kemi qenë njerëz zakonisht të hapur, gati u thonim, shiko, edhe këta janë, si sigur po diskuton me diktë që kanë njëtën kallë, dhe kur të shkoni thotë, ti nuk do të jesh presidentja e im. Se ka thënë, okej, po mund më kësha thënë para 2 muajsh të historikët, nuk më fuse në këtë. Por për më tepër i ka thënë, kë ke në plan të propozosh, të vësh, dhe Albin Kurti ka thënë, kë do për post teje. Pra,
Po duhet të them që përveç se mos korrektesës për të ndarë rrugës si njëri normal, se të mund mbaron dhe mandati, thoshte deri këtu mbriti bashkëtimi jon, t'jap dorë, nuk jem më preferuara, s'dua ta vazhdoj me këtë aleancë politike, ti nuk të në rrugtim do të ishte krejt e ndershme, krejt në drejtën e vet. Por të futesh 2 muaj, të luash 2 muaj, të sigurosh votat, dhe pastaj më e shëmtuar e gjithave ishte ai procesi në sallë. Ku bënte sikur nuk e dinte që 22 vota të ishin në sallë. Thoshte LDK-s, mi sill firmat, ja çon dhe firmat. Po jo vëra këtë datën, jo mos e bë këtë datën. Po ky, po ai, pra i gjitha kjo ishte totalisht pjesa që mua më ka. Unë kam pas mbështetur, nga vjen të janë njerëzit që kanë mbështetur Blimurdin. Kam pas edhe pse ishim shumë të ndryshëm nga plani politik. Po thosha këto lëvizjet e forta, raport me Serbin mua më pëlqenin. Besoj se kam kursyer mbështetjen dhe aprovimin kur më zhduket e drejtë. Por kjo ngjarje që pash, kjo mungesa e kurajos, po të thënë gjëra troç përballë. Tu mbyllet bashkëpunimi jon, për këtë arsye drejta jote është absolutisht. Jo vetëm që nuk e bëri, jo vetëm që angazhoi gjithë neve në një proces, por dhe në fund, përpik gjithë loja ishte ku t'ja linte fajin për mungesën e vullnetit vet. Jo e ka LDK-ja, jo e ka PDK-ja, në absolutisht e pa vërtet ishte kjo histori. Dhe LDK-ja provoi që ia dha mbështetjen dhe sot i ka hapur dy Vjosa Osmani, por dhe Aleanca e Ramush Haradinaj, por dhe deputet individualisht nga PDK-ja. Pse ndodhi gjitha kjo? Ka shumë teori në Prishtinë. Disa thonë kjo xhelozia për këto marrëdhënie ndërkombëtare. Albin Kurti thuhet që i ka thënë një kryetari të opozitës, që nuk duajnë presidente që shkojnë në samite ndërkombëtare, duajnë president që takojë shoqatën e zero fiksëve të Prishtinës apo ndaj dekorat. E ka thënë që nuk është më ka thënë mua, e ka thënë. Mendoj kjo përplasja ka të tjera që thonë që një grup, një xhelozi kështu, një sherr aty brenda në një ish kolege të Vjosës, që i ka thënë nëse pa vdekur unë, ti nuk e bën Vjosën presidente, ka dhe llafe të tilla nga një eksponente kështu e aleate Albin Kurti. Ka historia të tilla, ose ka dhe një teori që thonë ky që do Vjosën, se Vjosa i ka krijuar një lloj dualiteti në politikë jashtme dhe i do të gjitha pushtetet vet, po jo vetëm për çështje seder, po sepse planifikon të kap gjykatën kushtetuese prokurorë gjitha me radhë. Dhe kjo ka një sens. Por në bindjen time, kjo pra, çdo njeri ka teorinë e vet dhe mund ta ndjejë dhe koha do i prodhoj këto fakte. Por në bindjen time, ndjesinë time, më saktë, thyerja me detyrë ndodhi në bordin e paktës. Vajtja e Vjosës, futja e Kosovës e ndartë me lus bordin e paktës, krijoi realisht një ndarje, një ftohtësi, ishte ai elementi që krijoi këtë reaksionin kimik të shpërtys. Publike është fakti që ndërsa Vjosa entuziaste gjithë presidenca ne me bordin e paktës Davos e Washington, këtu bëtem në Prishtinë 2 javë, pse s'flet kryeministri, kryeministri Heshte. A do flas kryeministri, cili është qendrimi i kryeministrit për bordin e paktës, pra pati minimalisht një heshtje, një ftohtësi. Dhe përveç të gjërave të brendshme pastaj që një mungesë vullneti për të dhënë informacion, sepse sigurisht presidentët duheshin informacion mbi ushtrinë, kapacitetet e sigurisë, sepse bëj fjalë për angazhimin e gazat, parën për dhe më te. Deri në të gjëra kishte një lloj ngurësie për të dhënë bashkëpunim. Dhe unë aty ndjeva një thyerje të fortë. Plus pastaj edhe kjo ngjarje në parlament e cila realisht ishte shëmtuar dhe i krijoi Kosovës një krizë totalisht pa nevojshme. Ta thash, në rast se do të kishte ndruar Albini kontraktës politike me Vjosën, propozuar të paktën një herë në sallë si kandidate të tij, siç kishte premtuar, Kosova sot kishte president, ishte Vjosa Osmani, është qartë. 23 dhe 25 vota, quorum të garantuar në sallë. Pse çfarë ndodhi? Pra gjitha këto janë teorira. Për mendimin tim kush përfiton? Ata që përfitojnë nuk janë Kosovë, janë jashtë Kosovë. Të përfiton qartësisht Serbia. Një Kosovë e tillë përfiton Serbia. Një Kosovë e destabilizuar përfiton Serbia. Një Kosovë e paaftë që të mbajë institucione përfiton Serbia. Një Kosovë në dilemë nëse duhet SBA apo jo në Kosovë përfiton Serbia. Dhe sidomos goditja, eliminimi një njeriu, jo personalisht Vjosa, po goditja, plani për të eliminuar një figurë politike si Vjosa Osmani, me të lidhje aq të afërt, aq personale, aq fuqishme me shtëpinë e bardhë, president Trump, Vjosa në takim me Rubion, nuk po flasim dëshmitar, në takim me Rubion këto ishin publike, po sigurisht mund të jenë marrë vesh. Takim me Rubion, Rubio i tha, kam porosi nga presidenti çfarë nevojë ke për vendin tënd, dhe Vjosa i nxori një dosje për 20 vende, për 20 njohje të reja.
dhe filluan plan pune, grup pune konkret midis presidencës Kosovës dhe sekretarit shtetit, zyrë sekretarit shtetit, për njohje të reja, 20. Ky lider duhet flasim, do të flas, pra plan pune konkret. Dhe këto projekte sigurisht janë ndërprer. Ose se di nëse do të mund të rifillojnë me këtë situatë që Kosova. Ku që përfiton këtë histori? Sigurisht se bie. Sigurisht armiqtë e Kosovës. Prandaj po them që nuk e di nëse në mënyrë të pavetdijshme apo të vetëdijshme. Unë këtë nuk e di, nuk ta them, nuk dua të gaboj të bëj këtë gjë se do të ishte ndershme çfarë besoj. Por në pavetdijshme, të paktën sigurisht është ndihmuar Serbia në këtë kaos politik që u krijua. Sepse u krijua prej këtyre elementeve të vogla njerëzore, ose këtu pastaj ka një mendje që i luan nga mbrapa si aktor, këtë do ta provoj koha. Por kjo po ndodh. Unë mendoj që edhe pse konfliktohen në dukje, Albi Kurti po e adhuron modelin e qeverisjes dhe menaxhimin pushtetit Edi Rama. E adhuron. Unë mendoj që edhe ka komunikime dhe bashkëkoordinime mes tyre. Bile do të them një rast super klasik që vetëm ti je naiv, mos kuptosh që ka një koordinim midis Albin Kurtit dhe Edi Ramës. Çfarë i ndan me Edi Ramën, unë mendoj që është egoja se kush do të jetë lideri i shqiptarëve. Edhe me thënë drejtën këtu të dy, jam i bindur ka qenë të lumtur që një njerëz si Vjosa Osmani është eliminuar, ose mund të eliminohet. Se unë më besoj, kam parë live gjë, po ishte në distancë, nuk po diskutoj Albini, se Albini ka një kështu tendencë vetë izoluese në raportet e kombëtarëve, për shkak vetë pak se e panevojshme. Por Rama e do marrëdhënien me ndërkombëtar. Unë kam parë në distancë në Washington, Afrin, trajtimin, suksesin, lëvizjen. Është pak krahasueshme. Dhe mendoj që Vjosa është pak krahasueshme, ka qenë me gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor në raport me kapacitetin diplomatik, aftësinë për të u lidhur. Kështu që sigurisht gëzohen, unë mendoj që të dy ju vjen shumë marrë ëmbël që njëri si Vjosa eliminohet, paktën përpiqet të eliminohet nga sidomos nga përfaqësimi i jashtëkufive të vendeve tona si faktor shqiptar. Nga tjetër mendoj që pastaj në metodologjinë e ushtrimit pushtetit, unë mendoj që Edi Rama ka aplikuar metodologjinë dhe psikozën enveriste të ndikimit të njerëzit, mbase jo sepse beson vetë ideologji, Edi Rama është totalisht pa principe politike, mendoj unë. Por si teknologji e ka studiuar, nuk do them kot të gjë di dhe çfarë, ka studiuar dhe e aplikon atë mekanizmin që Enver Hoxha ndikonte populizmin, ati madh. Po ta shikoni edhe në mënyrën e komunikimit, e imiton shumë figurën e Enver Hoxhës. Ne që e mbajmë mend dhe si tonë Kosovë dorën në zemër, shumë ish bashkëpunëtorët të afërt më kanë treguar se Edi Rama harxhonte në zyrë me orë të tëra duke parë videot e takimet e Enver Hoxhës me popullin. Pra këtë karizmën, një lloj efekti. Ana tjetër mendoj që Albin Kurti e do këtë e ngjan e imiton, por ndryshe nga Rama, që është një njeri pa principe politike, mendoj unë, Albin është një fanatik politik i ideologjisë vet. Albin Kurti është një majt, e beson realisht. Albin Kurti e beson realisht se doktrinën po dush që nga ato më të skajshme të majtë deri këto më liberale. Pra, është një majt më i kulturuar, me principe, po është një majt fanatik. Do thash, njerëz shumë afër mbas artikulimin ai për shkak që janë kryeministër, jo, po njerëz shumë afër tij artikulojnë qartësisht tezën se amerikanët sillen si imperialistë në Kosovë dhe Kosova është një koloni e Shtetit Bashkuar. Njerëz shumë të afërt Albin Kurti dhe njerëz shumë të formuar, jo këto profilet falso të Facebookut, më kupton? E kjo është shumë shqetësuese. E kështu që mendoj këtu i lidh një ngjashmëri. Rama për pragmatizëm, Albin edhe beson. Plus këtë tipologjinë e mbajtjes, pse jo, të gjithë pushteteve, duke qenë se i ka ecur mbar Ramës, pse jo Albini thotë ta imitoj. Dhe unë mendoj që ka një lloj koordinimi mes tyre. Për shembull, kjo ngjarja në Shqipëri, opozita ankohet për këtë patronazhimin. Edhe po këtu po ndodh një fenomen akoma më i rrezikshëm në Kosovë. Këtu po ndodh luftë hibride. Tu bëhet fjalë për 40.000 profile falso, paktën, që menaxhohen nga 200 veta, që agresojnë, bullizojnë, kërcënojnë
çdo kënd që projektohet në profile sociale që nxjerr ose në një foto të vjosës, ose dhe statusin më naiv për vjosën, po e bëj eksperiment. Si një foto të vjosës, shikon çdo të bëjnë profile falso. Bëhet fjalë për 40.000. Është teknologjia e trolleve ruse. Kjo teknologjia ruse që të njëjtën do përdor edhe në Hungari, në Çeki, në Sloveni, Slovakia, derisa ndorën lidera që thonë tani bëjmë referendume për dalë nga NATO. E njëjta teknologji po aplikohet në Kosovë. Nuk e di ku janë serverat. Mund të jenë Prishtinë, mund të jenë Tiranë, mund të jenë Beograd, mund të jenë Mos. Unë këtë nuk e di. Por është e prokurorisë për të ndjekur. Neve në Parlament shqiptar u tentua të krijojë një komision me kërkesën e Shtetit Bashkuar në atë kohë, siç u ngritet edhe në Shtetin Bashkuar dhe në gjithë parlamentet e vendeve të BE-s, komisione për të vendosur legjislacion nga ky rrezik. Pra, kur vendet e Evropës apo të SBA ndihet e rrezikuar nga kjo teknologji e deformimit të opinionit publik, e imponimit e devijimit me fuqi e manipulimit elektoral përmes këtyre teknologjisë trolleve apo devijimit të opinionit publik, imagjino se e brish është Kosova. Edhe mendoj që kjo po ndodh shumë shqetësuese. Kështu që në këtë plan i shoh si teknologji masë ndrojnë, po e shoh me një linjë. Krahasuar me Berishën e PD-n. PD-ja më të drejtën ndonë zemër temë në Kosovë që ka patur momente ku është joshur nga gjithë pushteti, por po ashtu ka patur momente që ka ndarë Berisha pushtet. Pra brenda Berishës mund të gjesh të dyja gjendjet. Shumë 2005 ishte forma klasike e ndarjes pushtetit, e ndarjes së tejkalimit të diferencave. Të gjithë kundërshtarët i bëri bashkë dhe dha produkt, dha sukses. Sigurisht ka patur edhe momente ku çdo kritik ka qenë jashtë apo s'ka patur hapësirë. Kurse te këta të dy është një format klasik që frymëzohen nga ajo ideologjia Rama si në pragmatiste, po Albini edhe e beson mbase, si i majtë që vetë izolohemi, vetëvendosja nuk mund të jetë vetë izolim. Vetëvendosja është kaos për të mbështetur, është e drejtë e popujve. Po jo vetëvendosja, duhet të jetë vetë izolim. Frikë, panikë, rezervë nga miqt, apo mos lojalitet me miqt. Kështu që